Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 14 maj të 2025. Si ditë e mërkurë, duket se është një ditë me vështirësitë e veta dhe me kohën kur ndodhin fenomenet. Një kujdes të veçantë duhet bëni për këtë ditë, edhe pse është një ditë ku shumë gjëra mund të diktojnë, mund të rregullohen në fusha të ndryshme. Por ka diçka që nëse neve duam që gjërat të vinë siç neve kërkojmë dhe ndërrojmë, është një mundësi e artë ku çfarëdo që neve kërkojmë dhe duam, në këtë ditë kërkohet vëmendje. Kërkohet vëmendje sepse jo çdo gjë që shkëlqen është flori. Paraditja na mëson që neve të jemi koherent me ato që ka ndodhur. Dhe kjo bën që mund të kemi disa probleme në lidhje me çështjet e udhëtimeve, mund të ketë shtyrje, çështjet ligjore gjithashtu. Por nuk ka vend për të shqetësuar sepse jo çdo gjë është për të keq, por ka dhe gjëra që janë surprizë për punën, për gjërat që do të diktojnë, do të ndikojnë në anën e punës apo të karrierës. Shenjat që ndikohen dhe kërkohet pak vëmendje janë dash, luan, ujor. Jeni të kujdesshëm nëse duhet të firmosni kontratë, ose duhet mbas orës 11 e tutje mund ta firmosni. Nga ora 7 deri në 9 keni kujdes sepse hëna nuk jep favorizime dhe ka disa probleme persona që mund të firmosë ose pasiguria bën punën e vet. Dhe ç'është pasuria apo gjëra të natyre mbas orës 12 mund bëni çfarë të doni. Kurse në çështjet e tjera nuk duket se ka diçka. Por le të shikojmë. Por pas se të fillojmë me parashikimin e 12 zodiakale për sa përket kësaj dite, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që jeni interesuar për një parashikim të detajuar, kemi pikërisht faqen roz atje. E shikoni, zgjidhni paketën tuaj që ju intereson, duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, sepse atje mund ta shikoni në detaje dhe më pas shkoni tek sekretaria, atje ju ndihmon. Pra e shikoni atë kuadratin atje, e klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin që të flasim bashkë pastaj ku të dëshironi juve dhe si juve doni parashikimin përmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që çdo video që Astrologu Pikani kërkon në YouTube dhe doni ta shikoni të parët parashikimin apo të dërgoni mesazh në kohën që jemi live. Atëherë kemi pikërisht të butonin këtu. E shikoni dhe ndiqni hapat, atje me ja prasë shikoni aty. Dhe pastaj dërgoni mesazhin për të marrë live përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat më radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, me sa duket është një periudhë mjaft e mirë. Është një periudhë ku gjërat do të ndikojnë dhe do të diktojnë. Por meqense paraditja për juve të kësaj shenje janë pak a shumë në lidhje me problematika, në lidhje me disa gjëra që nuk kanë nesër aty ku duhet për juve, por pak rëndësi ka, juve nuk besoj se ka lidhje me ekonominë, se ka lidhje me diçka të karrierës, nëse flasim kështu, por gjithsesi juve bëni kujdes, nuk prishni asnjë gjë, më mirë ka të bëjnë me çështjet që juve keni me ligjin ose me çështjet që ka të bëjnë me disa vendime të rëndësishme, keni tani e tutje, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë në vendime që mund të merrni, por të kujdesshëm në disa orë për sa përket kësaj dite. Kurse në lidhje me dashurinë, lidhje që kanë të bëjnë me Virgjëresh dhe me Akrep duken të bara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Gjithmonë shenja e Demit ka pasur mundësinë, gjithmonë, jo se ka një problem, o ka një diçka që çfarë ka ndodhur më përpara dhe si do ndodhin gjërat. Gjërat ndodhin dhe do ndodhin. Ju që është Demit të 10 vitesh parë keni mundësi të artë në lidhje me ndryshimin e madh që do të keni tani tutje. Ajo që ka bërë ndikimin bujt madhe ka qenë ndikimi të fillim javës me atë hënën e plot ku shumë gjëra kanë ndikuar, ku ka qenë hëna
në plot në akrep dhe keni pasur përballë, por kjo do të ndikojë edhe tani. Prandaj do keni kujdes në fushën e punës suaj dhe të karrierës. Në çështjet e dashurisë, duket se me ujor është aja dhe zheja. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Përse përket binjakëve, miqtë e mi të kësaj shenje, duket se i keni të gjitha mundësitë dhe këto janë mundësitë arta. Nëse do ta flasim në këtë aspekt ku një mundësi apo një ndikim shumë i mirë që do të keni në lidhje me punën tuaj, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që do keni tani në tutje, por është një kohë shumë pozitive në ekonomi dhe në stabilizim. Por megjithatë, edhe pse keni pasur shumë probleme me persona të ndryshëm, por kjo nuk ju prish punë sepse ju e keni mundësinë për zgjidhur gjithçka doni dhe dëshironi, dhe kjo është një moment, është momenti më i mirë i mundshëm në anën e financave dhe në vazhdimsi, sepse ka të bëjnë me punë, ka të bëjnë me karrierën dhe me ndryshime, sepse binjakët e kanë disi në këtë drejtim ndikimin e mirë. Bashkim familjar duket se është me akrep të 10 të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës që është gaforja. Për sa i përket gaforeve, duket se kërkojnë që të hapin një biznes tani në këtë ditë, të nisin diçka të re, është e mundur dhe është e realizueshme, është një mundësi shumë e mirë e artë në aspektin ekonomiko-financiar, disa ndryshime që do të keni tani në tutje, momente të arta që juve dhe mund të ndikoheni jashtë masës sepse ka të bëjnë me anën e financave dhe biznesit që do thosha unë. Por gaforat gjithmonë e nisin nga fillimi dhe dinë se ku shkojnë. Kurse në dashuri me shigjetar dhe me dash duket se kanë diçka të mbarë. Shkojmë tek shenja e radhës janë luanët. Për luanët do thosha kujdes miqtë e mi nga ora 7 deri në orën 10. Një orar ku nuk është në të mirën tuaj. Nëse firmoset një kontratë në atë orar, nëse firmoset një dokument ose niseni për të aplikuar ku diun, nuk hecën. Kështu që mos e shfrytëzoni ose më thosha mos e diqni kot i dokument, sepse nuk do shkojë për një gjë. Sepse disa kënde nuk favorizojnë. Deri në 90 është për gjitha shenjat, po për të shenjat që thash fillim, dash, luan dhe ujor, po. Keni kujdes, unë ju them, bëni si do e barazëmës tuaj. Se ka ndodhur edhe një herë me juve të shenjës së luanit ku nisi diçka më mirë, të gjitha dokumentat në rregull dhe kur thotë që ka një orar të caktuar. Edhe juve ktheheni mbas. Pra duhet ta shikoni, rishikoni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me dem, duket të mbara, edhe pse çështja ekonomike financiare është me ujor të diçit të tretë. Prandaj ka dhe një ndikim shumë të mirë në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo është virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, virgjëresha duket se tani në këtë periudhë kanë mundësinë dhe kohën e artë për të zhvilluar, ndryshuar momente të mira që ta kanë, sepse virgjëreshat gjithmonë dinë se çfarë bëjnë dhe ku do të shkojnë. Edhe pse kanë pasur debate, kanë pasur probleme në të kaluar, por vjen momenti tani për të zgjidhur gjithçka ata kanë pasur dhe kanë në anën ekonomike financiare, në lidhje me punën e tyre, në lidhje me karrierën e tyre, në lidhje me shumë gjëra që do të diktojnë tani tutje në lidhje me punën. Kurse me një ofertë që mund të kenë në orën 12:01 është orë mirë pse jo mund ta realizojnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me britjap dhe me gafore duket në para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Për sa i përket shenjës së peshoreve, megjithëse peshore tani e tutje kanë disa mundësi ku lidhen shumë me punën, lidhen shumë me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Marrja e vendimeve të rëndësishme. Në kohën e duhur dhe në lidhje me karrierën, peshorët nuk është se kanë probleme ose kanë diçka se janë me gjevelo, janë të momentit dhe i rregullojnë gjërat, por ka dhe diçka tjetër që mundësitë të arta që ta kanë, kohën e duhur që ta kanë, në punë, në karrierë, në ndryshime që mund të kenë tani e tutje, por gjithsesi nuk ka vend për të shqetësuar. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, gafore dhe me ujor duket të para.
Vijojmë tek shenja e radhës janë akrepët. Për sa përket akrepëve, akrepët duket se nuk e diskutoj që janë një rol shumë të rëndësishëm financiar dhe ka të bëjnë me një takim tani në lidhje me punën, në lidhje me anën e financave të biznesit, me biznesin sidomos, ku është një periudhë shumë e mirë për nisma të reja. Jo të shesa akrepit, keni pasur shumë probleme në të shkuarën, por vjen një moment tani i plotësimit të dëshirës suaj në fushën e biznesit ose nismave të reja. Në çështjet e dashurisë, edhe pse tani nuk keni pasur diçka që për të shqetësuar në lidhjet e juaja, edhe pse pak të ftohtë nga ajo që keni nisur, por vjen momenti i rregullimit dhe i stabilizimit të financave, të biznesit tuaj, të karrierës dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Luan dhe me Pesh duket më para. Vijojmë tek shenja e radhës, janë shigjetarët. Për sa i përket shigjetarëve, për shigjetarët do duket se mund flasim shumë dhe është një periudhë mjaft e mirë në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa vendime që mund të merrni, ku janë vendime historike në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime, dhe jo vetëm. Ana ekonomike financiare duket se keni vënë përpara dhe është një mundësi shumë e artë tani për sa përket takime që do bëni, mundësitë e arta në punë, në vazhdimsi, jeni shumë korrekt me atë çka bëhet dhe shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshore dhe me binjak duket më para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është bricjapi. Për sa i përket bricjapit, bricjapit duket se tani çdo moment, çdo kohë, çdo vendim, çdo ndryshim që juve keni, është momenti më i mirë i mundshëm. Është një periudhë shumë e mirë e artë në ato çka bëni, çka veproni, por njëkohësisht dhe ndryshime. Me ndryshime sidomos. Është një periudhë mjaft e mirë tani, edhe është një kohë shumë e mirë mbas orës 14, për juve të kësaj shenje, dhe momenti që do të keni në fushën e biznesit. Dhe kjo do të thotë karrierë, kjo do të thotë mundësi. Dhe çështje të rëndësishme që mund të keni në fushën e karrierës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Peshorë duket më para, me Luan është vetjeta. Vijojmë tek shenja e radhës, që është ujori. Çfarë ndodh me ujorët dhe ujorët çfarë nisin diçka? Çfarë nisin? Nisin një punë të re, po për ditën e sotme, unë do t'ju thosha ujorëve, siç thamë tek Dashi, tek Luani, që keni kujdes në paradite. Paraditen ta keni pak, se dhe shikoni dhe vetë, atëherë do të thoni në vërtet çfarë ndodhi dhe duke dëgjuar horoskopin do të thoni vërtet jo kështu që ndodhi. Por unë do t'ju them sepse kudo që në çdo dritare televizive juve më ndiqni dhe unë jam i detyruar ndaj jush, e ndjej detyrim, do t'ju them, disa orare që të jenë më të qarta, pak më të sakta të çka do të bëni. Dhe pikërisht juve që ju keni mundësinë bëni diçka, e keni të lënë takimin në orën 9, bëjnë në orën 11:30. E nuk ka fundi botës, jo. Po do duan ata, kështu që nuk ka problem fare. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrepët dhe diçit parë dhe me demtë dhe diçit është perfekta, me gafore është vetjeta. Edhe pse keni të bëni me anglit mbase, dokumentacione, është momenti më i mirë shumë për ta realizuar. Vijojmë tek shenja e radhës. Janë peshi. Për vishës e peshive duket se pozicioni planetar, mundësia, karriera, vendime që mund të merrni, janë vendimet më të mira të mundshme dhe koha më perfekte e stabilizimit dhe ndryshimeve të mëdha. Në disa çështje që kanë të bëjnë me disa probleme të vogla, parat pa marra, dokumentacione, disa gjëra të tilla, por këto janë, do të thosh janë kalimtare sepse çdo gjë mund shkojë mbar, çdo gjë mund të arrihet në lidhje me kuptimin ekonomik financiar, në lidhje me disa vendime dhe ndryshime të mëdha,
dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani dhe juve mund t'i keni gjërat ashtu siç doni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me britsjap janë shumë të mbara, por me shiketat e diçit të tretë, me virgjëresht e diçit të dytë, mos ju ndani sepse është një diçka shumë pozitive, madje keni mundësinë dhe jeni korrekt me atë çka doni të bëni dhe mundësitë e reja që do të keni ju dhe të peshëve në këtë fushë, në fushën e dashurisë, të shkojnë deri në martesë. Kurse një lajm shumë i mirë mund të merret nga dreka, sepse mund të bëjë një çështje pune re, është e mundur të ndodhë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 14 maj të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë rëpëtë edhe njerë, faqen e roza tje, mund ta klikoni, shikoni se si mund të bëni tuajnë një biznes, ose do një të bëni një diçka, kur është data e mirë për hapjen e biznesi, kur është data e mirë për një shkëmbim munaze, apo gjëra të tilla kësaj natyre, ndikimet e hënës dhe çfarë mund të bëni. Keni pikërisht atë dritare atje, duke vendosur të dhënat juaja, jeni gati të flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi live, e doni të dërgoni një mesazh, kemi këtë butonin këtu, e klikoni, e shikoni dhe dërgoni mesazhin për të marrë live përgjigjen. Nga unë Pulla, Jesmira.